Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli i unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta e vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Zemra e njeriut është qendra e besimit dhe burimi i çdo vepre të mire apo të keqe. Ajo është si një pasqyrë që ose ndriçohet nga drita e udhëzimit hyjnor, ose mbulohet nga pluhuri i mëkateve dhe i pakujdesisë. Prandaj, kujdesi për zemrën është kujdes për vetë jetën shpirtërore të njeriut. Allahu i madhëruar, nga mëshira e tij e pafundme, duke la njeriu të endet në errësirë, por i ka dhuruar atij udhëzimin përmes Kuranit famëlart, të dërguarit të tij, profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe nëpërmjet mësimeve të pastra të Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta. Çdo ajet i Kuranit është një rrezë drite që depërton në zemër. Çdo namaz është një takim me krijuesin. Çdo dhikr është frymëmarrje e shpirtit dhe çdo pendim i sinqert është një hap drejt mëshirës së Allahut. Kur zemra lidhet me Zotin e saj, ajo çlirohet nga pesha e mëkateve, mbushet me qetësi dhe fillon të ecë drejt dritës së besimit, duke shndruar të gjithë jetën e besimtarit në një udhëtim të bekuar drejt kënaqësisë së Zotit një dhe të vetëm. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim së bashku suren e 92 të Kuranit famëlart, suren Lejl. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Për natën që mbulon me terr, për ditën që agon dhe për atë që ka krijuar mashkullin dhe femrën. Vërtet, veprat tuaja janë të ndryshme, sa për atë që je për hir të Allahut dhe ka frikë nga ai pra nga Allahu dhe dëshmon për vërtetësinë e më të bukurës besimit, ne do t'ja lehtësojmë atij rrugën drejt shpëtimit. Kurse atij që është koprac, ndihet i vetëmjaftueshëm dhe e quajmë gënjeshtër më të bukurën besimin, ne do t'ja lehtësojmë rrugën drejt dënimit. E kur të hidhet në zjarr, pasuria e tij nuk do t'i bëjë dobi. Neve na përket që t'ua tregojmë rrugën e drejtë dhe me të vërtet, e jona është ajo botë dhe kjo botë. Prandaj, unë ju kam tërhequr vërejtjen me një zjarr që flakëron, ku do të hidhet vetëm më i keqi, që ka mohuar dhe është larguar nga besimi, e do të mbahet larg këtij pra zjarrit, më i devotshmi
që ruhet nga gjunahet, që jep pasurinë e tij duke pastruar veten dhe duke mos pritur shpërblim prej dikujt tjetër për këtë, por vetëm për të kërkuar fytyrën pra kënaqësinë e Zotit të tij më të lartit. Dhe ai me siguri do të jetë i kënaqur. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në emisionin e ditës së sotme të Nektarit të Xumas, do ftoja të ndiqnim së bashku temën udhëtimi nga errësira e mëkateve drejt qetësisë së besimit. Në mesin e të gjitha dhuntive që Allahu i Madhëruar i ka dhënë njeriut, zemra mbetet thesari më i çmuar që ne posedojmë. Ajo nuk është vetëm një organ që mban gjallë trupin, por është vendi ku lind besimi, ku lind dhe ushqehet shpresa, ku rënjoset dashuria për Allahun dhe ku njeriu vendos rrugën që do të ndjek gjatë gjithë jetës së tij. Zemra i ngjan një kopshti të bukur, nëse ajo ujitet vazhdimisht me përkujtimin e Allahut, me leximin e Kuranit, me namaz dhe me pendim të sinqert, ajo mbushet me lule të besimit, me aromën e devotshmërisë dhe me frytet e qetësisë. Mirpo, nëse lihet pas dore dhe ushqehet me mëkate, padrejtësi, mendje madhësi dhe dashuri të tepruar për dynjan, ajo mbulohet nga errësira derisa nuk arrin më të dallojë të vërtetën nga e kota. Kurani famëlart na mëson se qetësia e vërtet nuk gjendet në pasuri, në famë apo në kënaqësi kalimtare të kësaj bote, por në lidhjen e sinqertë me krijuesin e gjithësisë. Allahu i Madhëruar thot, Bismillahirrahmanirrahim. Ata që besuan dhe zemrat e tyre qetësohen me përkujtimin e Allahut. Vërtet, me përkujtimin e Allahut qetësohen zemrat. Ajeti 28 i surës Ra'd. Ky ajet është një ilaç për çdo zemër të lodhur. Sa herë që njeriu largohet nga Allahu, ai ndjen zbrazëti edhe nëse posedon gjithçka në këtë botë. Por, sa po kthehet drejt tij pra drejt Allahut, zemra fillon të ndriçohet dhe shpirti i tij gjen paqen që nuk mund ta bëj dhe të ta jap askush tjetër përveç Allahut të Madhëruar. Drita e zemrës fillon me Kuranin e shenjtë, me fjalën e Allahut, e cila është udhëzim, mëshirë dhe shërim për të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Çdo ajet i Kuranit është një rrezë drite që depërton në errësirën e shpirtit. Kur besimtari e lexon Kuranin e përkushtim, nuk lexon thjesht fjalë, por dëgjon thirrjen e krijuesit të tij. Zemra e besimtarit zbutet, lodhët rrjedhin dhe bindja më pas forcohet. Allahu i Madhëruar thot në surën Hadid në ajetin 16 se Bismillahirrahmanirrahim. A nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarve të përulen para përkujtimit të Allahut dhe së vërtetës që ka zbritur? Kjo është një thirrje hyjnore për çdo zemër që është larguar, për çdo shpirt që është i lodhur nga pesha e mëkateve dhe për çdo njeri që dëshiron të fillojë një jetë të re. Nuk është kurrë vonë për të kthyer tek Zoti një dhe i vetëm. Një zemër që jeton me Kuranin fillon ta shohë jetën ndryshe. Ajo nuk mashtrohet më nga bukuritë kalimtare të dynjas, sepse kupton se lumturia nuk matet me atë që njeriu zotëron, por me afërsinë e atij me Allahun e plotfuqishëm. Pas Kuranit, shtylla më e madhe që ndriçon zemrën është namazi. Sepse namazi nuk është vetëm një obligim, por është një takim i përditshëm që ne kemi me Zotin e gjithësisë. Ai është çasti kur robi largohet nga zhurma e dynjas dhe qëndron para Zotit të tij me përulësi. Sa herë që zemra rëndohet nga sprovat, namazi bëhet streh, dhe sa herë që njeriu bie në mëkat, siçja bëhet ura që rikthen njeriu tek mëshira e Allahut. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: namazi është shtylla e fesë. Kush e ngre atë, e ka ngritur fen, dhe kush e lë, e ka rrëzuar atë. Pra, kur robi e fal namazin me zemër të pranishme në të, ai del prej tij më i pastër se sa ishte para se të hynte në të. Çdo sejdë largon një pjesë të errësirës që mëkati ka lënë mbi zemrën e personit.
Një tjetër burim drite është dhikri, përmendja dhe përkujtimi i vazhdueshëm i Allahut. Kur gjuha përmend Allahun, zemra dal nga dalë zjohet. Fjalët Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar nuk janë vetëm fjalë që shqiptohen, por janë drita që depërtojnë në shpirtin e njeriut. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: "Më kujtoni mua që unë që kujtoj ju." Ajeti 152 i surës Bekara. Çdo fjalë që neve themi për t'u afruar më shumë Allahut është një nder shumë i madh për ne, sepse Zoti i Gjithësisë, nëse ne i afrohemi me një hap, ai na afrohet edhe më shumë neve. Çfarë nderi më të madh mund të ketë për njeriu se sa të kujtojë Allahun? Çfarë nderi më të madh mund të ketë për njeriu që Zoti i Gjithësisë e don dhe kujdeset për të? Kur robi e përmend Zotin e tij me sinqeritet, Allahu e mbulon me mëshirën e tij të pafundme dhe e forcon zemrën në rrugën e drejtë. Megjithatë, edhe zemrat më të mira ndodh që mund të njollosen nga gabimet. Askush nuk është i pagabueshëm. Prandaj Allahu ka hapur çdo ditë më shumë derën e pendimit deri në frymën e fundit që do kemi në këtë jetë. Istighfari, pra kërkimi i faljes, është pastruesi i vazhdueshëm i zemrës së personit. Pra istighfari fshin njollat që lë mëkati më parë dhe rikthen dritën që ishte zbehur nga mëkatet. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: kur robi bën një mëkat, në zemrën e tij shfaqet një pikë e zezë. Nëse pendohet, ajo largohet, dhe nëse vazhdon në mëkat, ajo zmadhohet derisa ta mbulojë zemrën e personit. Allahu na ruaj nga kjo gjë. Kjo është arsyeja pse besimtari nuk e vonon pendimin dhe nuk pret që zemra të verbohet, por nxiton sa të mundet me shpejtësi që të shkojë drejt mëshirës së Allahut. Pra të dashur vëllezër dhe motra, kur zemra ndriçohet nga besimi, shfaqen shenja të qarta. Njeriu ndjen kënaqësi në adhurim, zemra i dridhet kur përmendet Allahu, lotët i rrjedhin gjatë leximit të Kuranit dhe gjen qetësinë e seçe. Allahu e përshkruan këtë gjendje duke thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Besimtarët të vërtetë janë vetëm ata që kur përmendet Allahu, zemrat e tyre dridhen dhe kur lexohen ajetet e tij, ushtohet besimi. Ajeti i 2 i surës Anfal. Pra një zemër e gjallë nuk gëzohet për mëkatin, por e urren këtë gjë dhe nuk urren pendimin dhe nuk ndihet e rënduar nga adhurimi. Përkundrazi, kjo zemër e cila është e gjallë e konsideron se çdo ibadet, çdo adhurim është një dhuratë për të që e afron më shumë me Allahun. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: zemrat lodhen ashtu siç lodhet trupi. Kërkojuni atyre urtësinë e re. Pra kjo urtësi gjendet në fjalën e Allahut, në përmendjen e tij dhe në shoqërinë e njerëzve të devotshëm. Por, ashtu siç ka gjëra që e ndriçojnë zemrën, ka dhe gjëra që fatkeqësisht e verbojnë ata. Mëkati është errësira më e madhe. Çdo mëkat lë një shenjë në zemrën tonë, dhe nëse nuk pasohet me pendim, ajo shenjë bëhet perde mes robit dhe Zotit të Madhërisëm. Padrejtësia ndaj njerëzve është një tjetër shkak i errësimit të zemrës, sepse Allahu nuk e do zullumin pa padrejtësinë dhe nuk e do njeriu që të bëjë padrejtësi në tokë. Mendjemadhësia është sëmundja më e rrezikshme për zemrën. Ajo është arsyeja pse Iblisi refuzoi urdhrin e Allahut. Zemra krenare nuk pranon këshill, nuk pranon të vërtetën dhe nuk përulet para Zotit. Një tjetër pengesë është dashuria e tepruar për këtë dynja. Islami nuk e ndalon njeriu që të jetojë jetën e tij, por e ndalon që të mos a bëjë jetën e kësaj bote si vendi dhe qëllimi i tij përfundimtar. Kur zemra lidhet vetëm pas pasurisë, pozitës dhe kënaqësive kalimtare të kësaj bote, ajo fatkeqësisht kjo zemër harron botën tjetër dhe harron që do të dalë para Zotit të Gjithësisë në një botë që do të jetojë përgjithmonë. Prandaj përse të harxojmë pra mirësitë që na jep Allahu xhaleshanuhu në këtë botë duke bërë keq dhe për të mos fituar botën tjetër? Imam Bakir paqja qoftë mbi të ka thënë: dashuria për dynjan është çelësi i çdo mëkati. Pra kur dynjaja zë vendin e Allahut në zemër, drita e besimit dal nga dal fillon të zbehet. Allahu nuk e mbyll derën për askënd.
Ai pret robërit e tij që të kthehen me pendim dhe u premton atyre dritë, mëshirë dhe qetësi. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ai është ai të cilit Allahu ja ka hapur gjoksin për Islamin, kështu që ai ecën me një dritë nga Zoti i tij. Ajeti 22 i surës Zumar. Dhe në surën Qaf në ajetin 33 Allahu i madhëruar thot: Ato që ai që friksohet ndaj gjithë mëshirshmit pa e parë dhe vjen me zemër të kthyer tek Allahu. Kjo është zemra që Allahu e do, një zemër që gabon por nuk këmbgul në gabimin e saj për pendohet, një zemër që ngrihet me pendim, një zemër që nuk harron dhe nuk humbet shpresën në mëshirën e krijuesit të saj. Të dashur vëllezër dhe motra, jeta është një udhëtim që gjatë gjithë këtij udhëtimi ne sprovohemi. Zemra ndriçohet, zemra lodhet, mbulohet nga errësira dhe nuk ka gjendje të ndërmjetme. Çdo namaz, çdo ajet i Kuranit, çdo lot pendime dhe çdo thikër ndez një dritë të re në zemrën e personit. Po ashtu, çdo mëkat i pa penduar dhe çdo padrejtësi dhe çdo mendje madhësi e zbeh këtë dritë që ti e ndez dhe nëpërmjet mëkateve fatkeqësisht ajo fiket. Le ta lutim Allahun e madhëruar që zemrat tona të mos verbohen nga kjo botë, por të ndriçohen gjithmonë me dritën e besimit. Le të jemi prej atyre që kujtojnë Allahun e madhëruar në çdo gjendje që të jemi ne, në gëzim apo në sprov, që lexojnë Kuranin me përkushtim, që mbajnë gjallë namazin dhe që nuk lodhen kurrë duke kërkuar faljen e Zotit të gjithësisë. Sepse të dashur vëllezër dhe motra, lumturia e vërtet nuk qëndron në atë që ne posedojmë, por në dritën që Allahu madhëruar vendos në zemrat tona. Kur zemra jon gjen qetësinë dhe në zemrën tonë qëndron Allahu dhe asgjë tjetër, kalimtare e kësaj bote nuk mund të na dobësoj kurse si ne, sepse neve e marrim fuqinë nga Zoti i gjithësisë, e marrim fuqinë nga kënaqësia e Allahut dhe nëse Allahu është i kënaqur me ne, çdo gjë bëhet hajër për ne si në këtë botë edhe në botën tjetër inshallah. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar një xumë të begat, Allahu ju paspranuar çdo adhurim tuaj dhe çdo lutje dhe ju dhon nga më të mirat e tij në këtë botë dhe në tjetrën. Tashmë ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ashhadu anna